në një farë forme me rreziku, edhe pse drita për një vetën ka shkomod me bo këso ndryshimesh. Tash me thonë që me përru edhe trenerin për i Tanguzis jam pretendent për titull, dhe me thonë, hiq nuk ka rëndësi kon e bin trener, ata jam pretendent për titull. I bie që skuadra tjera janë më top se drita. Po tash skuadra tjera në të qesin gishtin kokë. Ka konkurent. Asni skuadrë se kom pa që e lejmru me thonë si vjetë në deklarata ose në... Gjilani ka thonë që vitin e tretë kanë me një titull. Gjilani është Prishtina. Kur se kom një Gilanin të thonë një deklaratë. Do se i në dhe namërës në ishtë. Dugagjini. Ka mu taku me neve, ka punë aty. Qenja, drejt për drejt. Me Dugagjini një del punë, po të kalzaj. Bravo, që i svejt e del. Po të kalzaj që i del punë, a? Se? O dritës o me ndonë? Gjithve. Okej. Gjithve. Mendova me thotë Dugagjini t'i del punë. Gjithve, po të tregoj drejtën, Dugagjini t'i del punë. Po të tregoj drejtën, është një skuadër shumë mirë, është një skuadër që ka bërë që 2 vitet e fundit merkatat të jashtëzakonshme. Pa dyshim që meritorian Fabian Veseli edhe Korab Desko. Ndodhë ku i ka presidentin shumë të fuqishëm, atë drejtorin e ka fantastik. Apo presidentin e ka matë fuqishëm, po. Edhe, o bo një skuadër e fort, është në mjedisin ku ka punu aty, apo kuptan e një dhe skuadrën detaje, është shumë përparësi e madhe, apo kuptan. është pikërisht me ekipën e një që ka punu në shtabin teknik. Rikthejet në skuadrë që e ka inkuadru në Super League, që ka kredit edhe si trener edhe ka respekt, do me thonë edhe kur shkon aty, është shumë akollaj se me shku dikun prej zerës. Edhe vështirë është me lytë kundër Armendit. Armendi edhe këto skuadrat kanë me pas të lashe me Dugagjino edhe me Armendin, do me thonë pa pikë diskutimi. Por që këto skuadrat